Kryeministri Albin Kurti shkon buza në gaz kur tregon se gjatë mandatit të plot qeveria që ai udhëheqi ka miratuar mbi 2200 vendime. Nëse i llogarisim 880 ditë pune i bie nga 2 vendime gjysmë ditë. Rreth 20 sosh u miratuan edhe të mërkurën në mbledhjen e 250 NIT. Mes tyre është edhe shqyrtimi i nismës për marrëveshjen me Sloveninë në fushën e mbrojtjes dhe informacionit të klasifikuar. Është hap i rëndësishëm me ndikim në disa aspekte, forcimi i bashkëpunimit dypalësh, sigurimi i informacioneve të klasifikuara, përmirësimi i kapaciteteve institucionale. Ndërsa Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia propozoi themelimin e komisionit për përzgjedhjen e kryeinspektorit shëndetësor. Synojmë të forcojmë mbikëqyrjen dhe të sigurojmë që standardet më të larta të kujdesit shëndetësor të respektohen në çdo institucion shëndetësor. Kabineti qeveritar votoi pro kërkesës për shpronësim të disa pronave për nevoja komunale në Gjilan dhe Han të Elezit, ndërsa edhe në Pej për ta mundësuar ndërtimin e një deponie të re, që përfshin mbylljen e deponisë aktuale dhe realizimin e deponisë sanitare të re në Pej. Gjithashtu miratua dhe strategjia për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara 2025-2030 dhe plani veprimi 2025-2027.